Divorcuar nga Selvia, reagon në fund Shpatka Sopi. Pas dekadash të dashurisë ndritshme, këngëtari i njohur Shpatka Sopi dhe bashkëshortja e tij Selvia Jaho kanë njoftuar fundin e martesës së tyre, duke lënë pas një rrugtim emocional që preku miliona ndjekës. Lajë mirë dhe si shok para dhuruesit të çiftit, televizioni i njohur shpalli se Selvia ka konfirmuar ndarjen, duke theksuar se megjithatë do të ruajë një marrëdhënie të ngushtë për shkak të djalit të përbashkët. Kjo situatë ka krijuar një valë spekulimesh mbi arsyet e ndarjes dhe ndikimin që do ta kenë në jetën e tyre personale. Shpatka Sopi, një nga artistët më të njohur në skenën muzikore shqiptare, ka reaguar ndaj kësaj situate të ndjeshme në mënyrë të jetë emocionale. Ai ka ndarë një pjesë nga balada e tij më e re Nuk du me u ndo. Na ndiqni duke klikuar butonin subscribe për lajmet më të reja.